Kriza mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit po thellohet, sidomos pas sulmit më të fortë ushtarak ajror të ndërmarrë ndonjëherë nga Shtetet e Bashkuara ndaj Republikës Islamike. Në fakt, 3 janë çështjet kryesore me të cilat po mbyllet kjo javë politike në botë. E para, sa efektive kanë qenë sulmet e ndërmarra nga Shtetet e Bashkuara ndaj Iranit. E dyta, reagimet politike të palëve. Dhe e treta, samiti i NATO-s. Sa e bashkuar është aleanca pas ngjarjeve të fundit? Të shtunën në darkë, avion amerikan goditën 3 objekte bërthamore iraniane, Fordon, Natanz dhe Isfahan, duke përdorur bomba super të rënda me fuqi të jashtëzakonshme depërtuese. Në veçanti u përdorën bombat GBU-57, të njohura si bunker thyerse, që peshojnë mbi 13 tonë secila dhe janë projektuar për të shkatërruar objektet të vendosura thellë nën tokë. Avionët amerikan goditën disa herë rresht ventilimet kryesore të objektit Fordo, një qendër sekrete për pasurimin e uraniumit e ndërtuar në thellësi të malit. Sipas CIA-s dhe zyrtarëve të Pentagonit, dëmet janë të mëdha, ndërsa një dokument i klasifikuar sugjeron se objektet do të duhet vite për t'u rindërtuar. Ndërkohë, në një konferencë për shtyp në mëngjesin e së premte, sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth theksoi: "Kjo ishte një nga goditjet më precize në historinë moderne ushtarake. Kushdo me dy sy dhe një tru e kupton fuqinë e saj." Ai kritikoi segmentet medjes amerikane për raportime që sipas tij zvoglojnë suksesin e misionit, duke i quajtur të turpshme dhe jo patriotike. Ndërkohë, udhëheqësi suprem i Iranit, Ayatollah Khamenei, reagoi për herë të parë sot duke deklaruar: "Amerika nuk fitoi asgjë. Objektet tona do të ngrihen përsëri. Ky është një mësim për ta." Ai akuzoi Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për agresion të hapur ndërkombëtar dhe tha se Iranit nuk i është thyer vullneti. Nga ana tjetër, Donald Trump, i cili kërkon të përfitojë politikisht nga ky operacion, shkroi në Truth Social: "Ishte një nga goditjet më të mëdha në histori. Programi bërthamor i Iranit u shkatrua." Megjithatë, sondazhet tregojnë se shumica e demokratëve dhe të pavarurve e shohin këtë veprim si të rrezikshëm dhe që rrezikon sigurinë e vetë amerikanëve. E ndërsa pluri i goditjeve amerikane në Iran ende nuk ishte terror, në Hag u mblodh samiti i NATO-s. Në fokus ishte pika 5 apo neni 5 i traktatit të vendeve të NATO-s, mbrojtja kibernetike dhe balanca e forcave brenda aleancës. Presidenti francez Macron kërkoi përmbajtje dhe dialog, ndërsa kancelari gjerman Scholz paralajmëroi për rrezikun e përshkallëzimit në lindjen e mesme. NATO njoftoi gjithashtu rritjen e buxhetit të mbrojtjes në 5% të prodhimit të brendshëm bruto, me fokus tek lufta kibernetike dhe dronët luftarak. Tashmë bota është në një fazë të re tensioni. Megjithatë, goditja amerikane në Iran natyrisht ishte një tregues force, por reagimet e Teheranit, heshtja e Kinës, balancat e NATO-s tregojnë se asgjë s'ka mbaruar ende.